Avokati i popullit ka hapur linjën telefonike falas 0800 54 321, në të cilën qytetarët mund të raportojnë shkeljen e të drejtës së votës, siç njoftojnë nga zyra e avokatit të popullit. Linja do të jetë e hapur nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 19 të mbrëmjes. Përveç përmes linjës telefonike, qytetarët do të mund të raportojnë një shkelje të drejtave të tyre të votimit personalisht në zyrat e avokatit të popullit në Shkup, Manastir, Kërçov, Kumanov, Strumic, Tetov dhe Shtyp. E drejta e votës është e drejtë e garantuar me kushtetutë si e drejtë universale dhe e drejtë për drejtë dhe ushtrohet në zgjedhjet e lira me votim të fshehtë. Askush nuk mund të mbahet përgjegjës për ushtrimin e kësaj të drejte. Prandaj nuk është rastësi që shkelja e lirisë së zgjedhjes së votuesve si dhe shkeljet e tjera të së drejtës së votës janë vepra të dënueshme. Nga zyra e avokatit të popullit shtojnë se qytetarët do të mund të telefonojnë në numrat vijues të telefonit për të mbrojtur të drejtat e tyre: Tetov 044 344 082, Strumic 034 329 996, Kërçov 045 228 586, Manastir 047 242 310, Shtyp 032 389 701 dhe Kumanov 031 431 488. Nga zyra e avokatit të popullit theksojnë se institucionet kompetente janë të detyruara të sigurojnë mbrojtje të drejtës së garantuar të votës së qytetarëve, e cila ushtrohet drejt për drejt dhe në mënyrë të fshehtë në zgjedhje.